Wow, interesante. Francezi jetonte atje? Francezi kishte 3 muaj që jetonte në këtë zonën këtu të veri, do më thënë, këtë zonën, edhe në këtë fshatin që nuk ka as lidhje elektrike, po më thoshte që kishte 3-4 ditë që qëndronte. Është një vend i lirë, Elsa? Është i lirë, është goxha i lirë. Na bën dot parafërsisht, nëse është e mundur në euro, sa mund të shkoj dita atje? Jo ty, flas për dikë, ndoshta edhe për ty, nëse do ta ndash. Për një jetë normale, pa e hequr vetes asnjë gjë, nuk shkon më tepër se 40 euro dita. 40 euro dita? Bashkë me hotelin, pra fjetjen, ushimin... me gjithë hotelin, me gjithë turin, nëse do të bësh turet. Guidat. Dita nuk e kalon shifrën 40 euro. Apo që nga i lirë? Që nga i lirë. Vetëm biletat zakonisht në për këto vende janë pak të kushtueshme. Besoj më i lirë se Bali. Në Bali do vazhdoj udhimin, sepse këtë herë udhimi im do jetë 6 muaj nëse do arrit të rezistoj dhe kur të shkoj do t'ja u them, nuk e di, ose kam qenë vende tjera apo jo në Bali. Si, 6 muaj ti udhton? Besoj se nga vendet azjatike. Po, pra, ti 6 muaj vetëm udhton nga njëri vendi tjetër, pastaj kthehesh në Shqipëri? Apo? Jo, këtë herë kam ardhur në datën 6 shkurt këtu dhe mendoj që të bëj një udhim 6 muajsh mos kthehem. Është për herë të parë ideja.